Jo, për na hapësirë me bë debat më shumë. E shoh si bashkëpunim halli për të mirëmbajtur karrierat respektive, zonjës Osmani dhe zotit Abdigjiku dhe këtu interesi përfundon. Bashkim halli pa kur fare Dhe këtu interesi të tjerëve mund të përfundoj. Jo domosdoshmërisht është interesi të tjerëve që janë aktorë të rëndësishëm brenda LDK-s, që zonja Osmani të rikthehej aty dhe potencialisht synoj marrjen e LDK-s nga brenda. Do të thotë prekën interesat të gjithë të tjerëve që kanë parë vetën nga brenda deri nesër në sfidim të zotit Abdigjiku si të parët e LDK-s. Kjo nuk do të thotë që është bashkëpunim i cili nuk do të arrijë lidhjen demokratike të Kosovës, nuk mendoj që rritja do të jetë shumë e madhe se sikur të kalkulonin mbi këtë rritje. Pa diskutim, si kur të kalkulonin këtë rritje, e njëjta besoj që do të garante vetme, por marrë parasysh kohën e shkurtër, mungesën e strukturave në teren, e ka parë të nevojshme të shfrytëzoj strukturat e lidhjes demokratike të Kosovës. Ajo që për mua është absurd, lajmet që qarkulluan sot, që zoti Abdigjiku nuk do t'i pri listës së LDK-s, po dikush i jashtëm që ende nuk po e dim se si do të quhet lista ose... Do t'i pri Vjosa Osmani. Vjosa Osmani, numër 1. Po, zonja Osmani, por megjithatë zonja Osmani ka dalë nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe në çfarë do lloj kombinimi që ajo rikthehet në LDK, është bartës e listës të LDK-s dikush që vije nga jashtë, sepse tashmë nuk po flasim për një aktor të LDK-s, po flasim për një aktor i cili vije nga jashtë. E njëjta nuk po rikthehet në LDK për të shkrirë në LDK, për të qenë pjesë e LDK-s. Ajo po vije me kushtet e saj dhe rrjedhimisht LDK po i nënshtrohet një listë për shkak të fuqisë ndoshta politike të zonës Osmani, po e përpin këta që LDK të jetë mbështetëse e dikujt tjetër që vije nga jashtë, që kjo tregon tek qytetarët dhe elektorati i saj që LDK sot nuk ka fuqi politike tek qytetarët dhe LDK e ka të nevojshme për mbijetesën e saj politike të pranojë edhe kushte të tilla, që për mua janë absurde.